Kemi këtu me parashikimin e datës 13 qershor të 2025. Është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që mund të merren, këto janë vendime që kanë të bëjnë shumë me çështjet e ekonomisë, të dashurisë, është dhe gati fundjavë, ku gjërat mund të mos jenë ashtu siç neve mund të presim, sepse jo gjithmonë gjërat mund të ecin ashtu siç ne mendojmë, por duhet i përgatitemi dhe të vështirësive. Ajo që është pikërisht në këtë ditë premte, duhet që në radhë parë të kemi një fushpamje të pastër, të qartë çfarë duam, sepse nëse nuk e kemi është mjegull dhe ne ecim me shpejtësi 100, atëherë nuk arrim kurrë në destinacion. Që të arrim në destinacion, duhet të shikojmë, të dimë, të mendojmë dhe më pas të veprojmë. Ajo që ka ndodhë pikërisht në këtë ditë, ka të bëjnë me një gjashtkëndësh që bën afërdita me Marsin dhe Urani me Neptunin. Kjo do të thotë që nëse neve kemi një çështje pezull, ndash kjo është për anën ekonomike, ndash është për çështje rroge, çështje biznesi, çështje raste të tilla, atëherë ka të bëjnë shumë, sepse mundësitë që neve kemi, çështjet e rëndësishme që neve kërkojmë, janë disi të shumta dhe mirë është për ne që neve të jemi të qartë dhe të kemi mundësinë e komunikimit, mundësinë e vendimit dhe të ndryshimit të madh që mund të kemi. Por gjithsesi është një periudhë ku na dikton që ku kemi problemin dhe çfarë duhet bëjmë.